kanë përveçsuar me qindra, me mijëra hektar tokë shtetërore nën programin Shqipëria 1 euro, se ty s'ka dhënë kush tokë Shqipëria 1 euro. Askujt ju kanë dhënë atyre ustallarëve që donin të pastronin paratë e pista. Edhe sot investitorët strategjik janë njerëzit e privilegjuar. E kanë raportet e institucioneve më serioze të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Evropës, që investitorët strategjik është një sajesë e qeverisë shqiptare për të favorizuar oligarkët. Okej. Faleminderit Prençi. Rangja, për kuptuar pak më në sens dhe më të qartë çështjen e kërkesës që s'pak mund të bëjë në një moment ndoshta ndaj kuvendit, dhe si mund të trajtohet zëvendës kryeministria në masigurie, pa masigurie, pra si mund të shkojë ky hetim ndaj saj? Qoftë edhe për çështje tjera nëse ka. Duhet të kemi parasysh diçka. Me ndryshimet kushtetuese, organet e ndjekjes penale kanë drejt bëjnë shumë veprime hetimore, pa miratimin e kuvendit. Më përpara për me proceduar penalisht një deputet kuvendit deshte miratimi i kuvendit. Kurse sot çekimi i kuvendit ose dhënia e lejes është vetëm rastet e arresteve. Arresti në shtëpi ose arresti në burg. Ishte debatit e zoti Berisha që ta bëjmë të kuptueshme për publikun, nuk po them me nene që të ngatrohemi, që të mos jenë të pakuptueshme për publikun. Diskutimi ishte detyrim paraqitje, që është mas sigurimi me karakter ndaluar. Mas sigurimi me karakter shtrëngues, a duhet marrë çekimi në kuvend apo jo? Kishte rasti zoti Tahiri, po të kemi parasysh që ju dha leja nga kuvendi vetëm për detyrim paraqitje. Por tash i praktika, sepse është edhe praktika procedurale penale, është rast mas rasti. Është bërë që merret leja në kuvend vetëm për këto dy, për masën arrest në shtëpi dhe arrest në burg. Për këto dy atë. Veprimet e tjera procedurale, prokuroria. Jo, në atë kohë Berisha insistoi falën prokuror për një çështje tjetër, për bllokimin e pasaportës dhe ndalimin për qarkulluar jashtë shtetit, sepse konsiderohet privimi i lirisë dhe drejtave themelore. Lëvizja e lirë. Po pra, ishte ideja duhet marrë leje për këto kuvend? Do merret vetëm për masat. Tash është bërë praktika që vetëm për këto dy do vim kuvend. Ose se u bë dhe rast tjetër që u vendos masa edhe për një deputet tjetër dhe kështu tash mirë keq është bërë një praktikë që është praktikë ligjore që zbatohet rast pas rasti. Për këto dy masa merret, do të thonë, pra rreth shtëpi dhe pra rreth me burg janë detyruar të trokasin kuvend. Për marrë leje. Tash çdo masë është më e thjesht për kuvend, edhe për qytetarët. Tani lind pyetja, ku shkohet të arresti në shtëpi dhe të arresti në burg? Tani Spaku ka një praktikë. Tani kemi praktikat e Spakut, sepse s'mund bëhen qëndrime dy fishe. Nëse çmohet që është e tillë që duhet vendosin masë sigurimi, nëse dëmi i shtetit është i madh për shembull. Se për shembull edhe rasti Erion Velis, çfarëdo ka ndodhur, pra vlera e dëmit ishte 1 milion euro. Pra vlerat ishin 1 milion euro që dyshohet, po në mënyrë të përmbledhur, po ta them që dyshohet që vin nga paratë e bashkisë, janë blerë të brendshme, janë blerë rroba etj. Pra është 1 milion euro, 950, po e marrim tash në rastin konkret, vetëm mbikëqyrja e punimeve të tendrit është 2 milion euro. Pra është 2 milion euro. Mos harrojmë policët e rrugores. Për 2.000 euro u arrestuan 4 burra. Pra 2.000 euro pjesin për 4, i bi 4 burra për 500 euro. Për 500 euro për. Tashi, pra është kjo që do ta çmoj Spaku, pa i hy asaj, domethënë, do shihet rast mas rastit, shihet rrezikshmëria e veprës e autorit, mund të kërkohet dhe në imunitet, nëse vjen ka rrezikshmëri të tillë dhe pasojat për buxhetin e shtetit janë të rënda, mund të procedohet me masa të tjera. Nuk jam në dieni nëse është kërkuar një masë apo jo. Pra është kërkuar autorizim nga kuvendi për me proceduar dhe me masë. Por derisa është kërkuar të pyetet, mendoj që për moment në ditën vazhdim. Kam një pa qartë, Balluku ishte në listën e deputetëve? Patjetër. Ishte në listën e deputetëve, nuk është se u emërua pa qenë deputete, se si. Po ka qenë fier. Ka qenë drejtuese politike e fier. Ka qenë fier dhe fier ka qenë me një rezultat. Balluku është deputete që nga viti 2021. Sepse mund të emërohet për shembull zëvendës kryeministrit dhe ministrit dikush që s'ka imunitet. Po patjetër. Por nuk fiton imunitet. Ka ndodhur. Po nuk e fiton imunitet. Ja prandaj pyeta që ishin korrekt. Detyrë tash është Për shembull, një nga ministrat që sot është në detyrë, që nuk është deputet dhe s'ka imunitet, është ministri i drejtësisë i drejtësisë. Po, Lëmallari nuk është deputet. Nuk është deputet. Pra për Lëmallarin në mënyrë kategorike nuk kërkohet leje në rast të parlamentit sepse nuk është antar parlamentit. Po shpresojmë që Lëmallari është djalë pozitiv dhe mos ka shkojë aty. Absolutisht. Do donin kur të shkonte aty. Unë duhet ta humbi këtë status, pra domethënë të largohet sepse nëse ka, domethënë se ka të njëjtin është dispozita aty që ka të njëjtin status. Po është gjë teknike në rastin konkret duhet imunitet që të mos ta ngatrojmë. Po parlamenti nuk ka punë me ato që s'janë antar parlamenti. Në këtë koncept e thash.
Atëre, faleminderit për shpjegimin Karanja. Cilat mund të ishin akuzat e tjera ndaj Ballukut dhe pyetja që shtroj unë këtu, nëse do shohim shelën e barazisë për tendra për tunelin e Llogaras, dhe gjejmë diçka këtu. Çfarë mund të ketë ndodhur realisht me tunelin e Llogaras tani? Se duket sikur na pret një gjë më e madhe, në dukje Prençi, mund ta supozojmë kështu? Shiko, tani, edhe për ne, po edhe për gjithë shqiptarët, dhe është një tymnaje e jashtëzakonshme raport me Ministrinë e Infrastrukturës. Është një qeverisje për gati 6 vite nga Balluku. Dhe është një qeverisje e gjatë, që normalisht kërkon nivel. Unë, nga një analizë që i kam bërë, domethënë atje në Ministrinë e Infrastrukturës, nuk është se ka patur një person, që t'ishte një person i vetëm që në fundit t'i thoshte ndalë, ose në fundit t'i jepte një këshill që deri këtu mjaft, ose deri këtu ban, këtu nuk ban. Fakti që një pjesë e mirë e varësve të Ballukut janë të gjithë në burg, tregon se askush nuk i ka thënë ndalë. Edhe prokuroria është e vonuar, Spaku është shumë i vonuar, Spaku do të kishte operuar më shpejt me nivelet e larta të politikës. Qoftë edhe për Ministrinë e Bujqësisë, që Shqipëria ka 2 vite që nuk merr fondet i parë. Dhe nuk i ka thënë ndal masakrës së fondeve të bujqësisë. Po edhe këtu në Ministri të Transporteve, se nuk është një çështje. Ne kemi Tigrin 1, Tigrin 2. Ne kemi tunelin e Llogaras. Ne kemi rrugën e Arbërit, që u fillu për 265 milion euro dhe ka shkuar 480. Shto ujë, shto miell, dhe akoma nuk ka mbaruar dhe ka problematikat e veta në raport me rrëshqitjet, me strukturën e tokës, me mos aplikimin e pilotave, e të tapetit, shtres pas shtrese. Po ne kemi problemin e rrugës Ersekës, po është problemi i inceneratorëve që Balluku del në skenë për inceneratorët. Për inceneratorët disa herë. Nuk themun që po e kërkojmë për këta. Fakti dhe të dhënat janë që në këtë radhë kërkohet për çështjen e tunelit Llogaras. Tuneli Llogaras e ka hapur. Është favorizuar një kompani që e kishte shifrën 50 milion euro më shumë. Pra një dorë nuk e ka fituar Andi, që e kishte 100, po e ka fituar një tjetër që e kishte 150. Pra është ka përcyer. Pa thënë pastaj ke favorizimi i supervizimit. Është një tjetër. Ama nëse faktohen këto Është një tjetër histori. Shiko, Shqipëria nuk do të habitemi që pas ka qenë shumë e pasur, që kaq shumë po e vjedhin. Fakti që një raport i kontrollit lartë të shtetit nxjerr shifra marramendse, që thotë që është abuzuar kaq e aq miliard, dhe fakti që ekspertët kanë nxjerrë shifra marramendse për çështjen e Bankers Petroleum, ku po kjo ministri i ka në kontroll. Po kjo ministri ushtron kontrollin çdo ditë. Po kjo ministri ka në vartësi drejtoritë përkatëse që inspektojnë e kontrollojnë etj. Autoritetin e burimeve natyrore. Pra do të thotë që po abuzohet shumë. Dhe ndaj dhe them që qëndrimin e këtë post për 6 vite, apo për 10, apo për 8, apo qoftë edhe për 2, me njerëz dallkauk që nuk janë të shkolluar dhe nuk ka një jurist si Karanja që të paktën ta këshillojë këtë njerëz që shiko, mos e merr këtë hap. Mos e merr këtë hap. Sepse me të vërtet populli thotë mos shkel ndras të kalbur. Sepse mësohesh keq duke shkelur vetëm ndrasa të kalbura. Dhe një ditë të bukur, ai ndrasa e kalbur nuk bien vetëm punëtorët, nuk bien vetëm drejtorat. Mund të ndodhi që dikush ka dhe ministri dhe kryeministri. Mund të ndodhi Prençi që dikush nga këta të kalojë të gjithë urën me drasat kalbra dhe dalim ata në lumit. Për momentin edhe mundet. Kur thua këtë çfarë? Por kthehet në habitat. Nëse ti shkel gjithmonë në drasat kalbura, është që habitati i kafshëve të egra. Dhe i ditë të bukur, a kupton? Bësh pre e gjatarve. E qartë. Faleminderit Prençi. Ose më saktë, kalon lumin dhe mbytesh në provën. Po, edhe kjo mund të jetë. Bëhet habitat, sepse trimërohesh shumë me korrupsion. Ligji duhet zbatuar për gjithë, është i barabartë për gjithë. Me po thënë kjo unë kam i pyetje tani. Nëse kemi tunel në Llogaras, që është kosto e ndërtimit të një vepre inxhinerike, rrugë.
kemi rrugën e Arbrit që përmendi Prençi. Në rast se ka hetimin, sepse unë nuk di ta them se vetë duhet konfirmoj dot. Valla u hap për një vit, u anullu, u bën investime të reja. Pse? Tani, sa lehtë është kjo Karanja ta hetosh nëse më janë fryrë kostot? Do ta gjej që ti ke kryer një vepër penale. Tashi, po t'i referojmë rastit konkret, pa pyetja është saktë. Dalin te rasti tunelit Llogaras. Tani po të kesh parasysh mbikëqyrje penimës është një shërbim. Pra, ai që të mbikëqyr që ti kur vjen betonjerja, kur hidhet betoni. Tani këta e kanë marrë vetë mbikëqyrësin e punimeve. Pse është bërë kjo punë? Është bërë që edhe po të bëhet tuneli ose po të bëhet cilësi e dobët puna, ai mbikëqyrësi punimeve thotë se i kem rregull, sepse ti pse e merr këtë tender? Sa i mund të ketë marrin vende të tjera. Pra, te rasti konkret, jo vetëm mbikëqyrësi punime është marrë për me pa punën e zërave të punimeve, por edhe kur të bëhet kolaudimi këtij tuneli duhet bërë tamam. Pra, janë pikërisht ato zërat dhe ato zëra punimesh të cilët ka raportuar koalidatori dhe ndërtuesi, janë pikërisht që janë të hedhura këtu apo jo? Sepse mbikëqyrësi punimeve është si një person që trin kokë, që do bosh këtë, do bosh atë, dhe ky jo pa qëllim. Thotë e bërë shtrem drejtoje. Po pra, jo pa qëllim është marrë mbikëqyrësi punimeve që ta kesh në dorë vetë. Sepse nëse një mbikëqyrës punimesh është për shembull një pa përmendje ose po marr një kompani serioze që është Strabagu, do të vijë ai austriaku dhe këtë e ke gabim thot, hidhe bëhet nga e para. Sepse kur një punim bëhet në kundërshtim me rregull, thot ai prishet, thot bëhet nga e para. Qoftë një urë, është një komure e ke bën 1 metër më anë, prishet. Dhe prandaj mbikëqyrësi punimeve shumë i rëndësishëm tender në rastin konkret. Por kjo që ai që nga më e rëndësishmi, supervizimi gjithmonë është mbikëqyrësi dhe supervizori. Supervizori mbikëqyrësi dhe kur bëhet kolaudimi mbrapa, duhet shifen, ore këto si mas projektit, sepse këtu duhet jemi transparent me projektit, sa ku është ky projekt dhe zbatimi i tij që të jetë pikërisht sipas kushteve të kontratës. Kjo është shumë i rëndësishëm. Sa lehtë është tetohet nëse ka vepër penale? Këtu është, pra, duhet kemi parasysh shkelje barazisë në tender është hetim formal. Pra që këto me letra e paraqitura doli u kap telefoni, doli që ti ke favorizuar milion që është shkelje është procedurale. Është shkelje formale. Tani tek kjo në terren është pak e vështirë. Pse është e vështirë? Sepse duhen inxhinier që të bëjnë krahasime, sepse ke edhe punime të fshehura. Për shembull që është hedh betoni dobët, për shembull është hedh 5 metra poshtë, ne skemi si ta kontrollojmë. Pra duhet të fut karrotazhe, punime të fshehura, punime të paparashikuara për shkak të shembjeve, rrëshqitjeve të këta i kanë marrë këtë vetë dhe janë strukturës tokës. Po pra janë që diskutojmë dhe prandaj është pak e vështirë. Por dhe kolaudimi, pra në shteti duhet të jetë serioz, organet e shtetit, që kur bëhet kolaudimi të verifikohet mirë kjo, sepse duke qenë se ka probleme që mbikëqyrësin e punimeve dhe supervizori ai i ka kap gjithë vetë, atëherë i bi teorikisht u ka gjë se pse e morin kundërshtim me ligjin ai. Se është e verifikueshme kjo punë. E mori qëllimisht që kur dalin nesër. Tani do bëj edhe unë rolin e gazetarit, meqense jemi përpara një punonjësi të drejtësisë me eksperiencë. Po vepër penale që tuneli Llogaras përdoret nga përdoruesit e rrugës sot, ndërkohë që s'është kolauduar. A ka vepër penale? Tani, si rregull, sepse qoftë larg. Ndodhi pasojë. Qoftë larg. Ti je sakt, ndodhi zjarr. Mbikëqyrja e punimeve është bërë, kolaudimi s'është bërë akoma, nuk është bërë akoma. Leja për të shfrytzuar nuk ka dalë akoma i këtij objekti të rëndësisë strategjike për Boshtin e Jugut, ndërkohë ti e qel dhe e vën përdorim për çështje të fushatave politike, ndodh një fatkeqësi për shkak të cilësisë së dobët, sepse akoma se ke bërë kolaudimin, certifikimin e këtij objekti të rëndësishëm, që është për lëvizje. Certifikimi, pas kolaudimit vjen certifikimi. Edhe e hapim ne dhe ndodh një kataraur, një katastrofë, X njerëz të dëmtuar, të vdekur. Kush e mban përgjegjësinë? Prandaj them unë që shiko, ne qeverismi nga dallkauk, të cilët bëjnë propagandë me investimet publike, me të taksave të shqiptarëve. Pra bëjnë propagandë dhe nuk bëjnë objekte. Dhe ky objekti i fillon problemi që nga tenderimi ose koncesioni, tek cilësia e punimeve, kontrolli i punimeve, mbikëqyrja e punimeve,
tek kolaudim, prandaj edhe i caktojnë vetë supervizorin edhe kolauditatorin e objektit, edhe certifikimin po me urdhët tyre, edhe pastaj pasojat i hanë shqiptarët. Në këtë koncept, tu ka një sër vepra penale. Dhe unë jam i bindur që organizmi Pakut është thelluar të kjo çështje. Edhe me sa di unë ka ndalur në një konkluzione që nuk ka një shkelje vetëm për shumën e parave. Ka edhe për marifetet tjera që janë përdorur në raport me. E qartë. Tani Për ta përmbyllur këtë. Inxhinieri që ka thënë përsipër, një inxhinier që sepse ajo që ata lënë është një inxhinier, ka luajtur me rrezikun shumë të madh se mund ndodhë dhe një pasojë. Sepse edhe një makinë, po marrim një makinë, jo një tunel që është i sigurisë kombëtare. Kur del në rrugë duhet kolaudim. Madje me kodin e ri penal, mos bërë kolaudimit është vepër penale. Pra për një makinë mjet që është me 4 goma, që ti funja nesër rrezikon jetën tënde kur i hyt një mjeti. Atëherë kur jepet për një tunel kolaudimi i tillë, domethënë ai ose e ka marrë parasysh që janë siguria teknike apo jo, po risku është i madh, sepse çdo gjë duhet të jetë certifikuar. Si puna një ushqimi është në rregull i vetë vula. Pra që të jetë i sigurt për publikun, se nesër ndodhi zjarr, një çarje gome, kemi parë dhe nëpër YouTube aksidente nëpër tunele, bllokohet nga është dalje emergjencë se tuneli ka shumë kthesa. Domethënë kthesa në kuptimin ka shumë specifika që duhet neve në radh parë përdorimi i një tuneli dhe kushdo duhet siguri për qytetarët. E qartë. Shkurtimisht, me këtë vepër penale, në një moment caktuar, nëse vërtetohen, arrestohet Belinda Balluku apo jo? Për këtë vepër penale, thash, domethënë kjo është hap e parë. Janë shumë çështje në hetim. Pikërisht për këtë. Duke se kemi këtë konkrete. Për rastin konkret, mendoj që jo. Nuk arrestohen. Konkret, sepse fati që kanë proceduar në gjendje të lirë do ta kishin proceduar, do të kishin kërkuar parlamentet një. Ata po e marrin të panderur, këtë kanë çmuar tash në rast përshkallëzimi, pra dalin edhe gjëra tjera, pra japin gjëra tjera, se s'është thjesht një tendër, nëse dalin që këta supervizioni ka lidhje me cilësinë, atëherë duhet procedohet. Pra se ti lidhet se po të kemi parasysh ne jemi vend i varfër. Këto vepra janë shumë të shtrenjta. Sepse këto mund të ishin bërë investime në vend tjetër. Dhe patën kanë kostën lartë, po të patën tjenë si mas rregullat të Bashkimit Evropian. Pra ne e bëm që e bëm patën tjetë e mirë, a janë si mas rregullat të BE-s, që të mos bëjmë në shkelje shko. Nëse del që cilësia e punimeve është e dobët dhe parat janë harxhuar më shumë se sa duhet, atëherë këtu dikush ka vepër tjetër. Shiko, nuk e di të karat të rrugtësh drejtim Kukësit. Është bërë një urë e re me krah metalik. Dhe sot ajo është urë për 4 korsi, funksionon vetëm 2 korsi. 2 korsit e brendshme. Sepse po të funksionon dhe korsit e jashtme, ka një vibrim të jashtëzakonshëm. Po shikoj, asnjëherë ura e Kukësit nuk do të funksionojë me 4 korsi, pa u bën një ndërhyrje tjetër. Kjo tregon që unë e kam dëgjuar dhe teknikisht, por opinioni publik nuk e kupton që ta shpjegoj unë teknikisht, du ta shpjegoj një inxhinier. Çka do thotë që ne thash investojmë për piktura dhe jo për vepra funksionale. Tuneli i Llogaras sado i mirë le të jetë. Taksapaguesve shqiptar ju kushton 50 deri në 70 milion euro më shumë se sa duhet kishte kushtuar. Ka një kosto që quhet kostoja e korrupsionit qeveritar. Dikush duhet të përgjigjet. Unë them, nëse jemi të interesuar që të futet në burg Belinda Balluku. Problemi qëndron ku ka qenë Belinda Balluku, çfarë pozicioni ka mbajë në raport me këtë koncesion ose këtë prokurorim publik ose këtë vepër publike që bëhet me parat e shqiptarëve. Dhe fakti që prokuroria e ka thirrur për ta marrë të pandehur apo për t'i thënë që ne po të hetojmë, qoftë për ta vënë ndjeni që po të hetojmë edhe do ta pyesin nesër, pak rëndësi ka, mund të më intereson statusi i Belindës, mund më intereson ku ka qenë Belinda për këto. Dhe pse ka kushtuar më shumë rëndësi propagandës se sa kualitetit dhe shërbimit të komunitetit publik. Okej. Opinioni. Okej, mirë.
Meqense ne jemi tek SPAK, unë do doja që me dy ftuarit Prençi dhe Karanxhën të trajtojmë një tjetër çështje për sa i përket prokurorisë së posaçme, për të kuptuar se deri në nivelet e tjera ndjes do munden që prokurorët e posaçëm godasin. Pas duhet marrë parasysh fakti që